Presidenti Amerikan Donald Trump tha se do të padis BBC në javën e ardhshme me deri në $5 miliard, pasi rrjeti televiziv britanik i kërkoi falje për mënyrën se si kishte montuar një fjalim të tij në janar të 2021-shit, por refuzoi ta kompensonte atë. Deklaratën e bëri mbrëmjen e së premtes në bordin e avionit presidencial Air Force One. Trump argumentoi se ky ishte një hap që duhej ta ndërmerrte, pasi BBC kishte mashtruar, siç tha, duke ndryshuar fjalët që kishin dalë nga goja e tij. Po do t'i padis ata, do t'i padis për një shifër, prej 1 deri në $5 miliard, me shumë gjas javën e ardhshme. Te intem BBC pranoi se montimi i fjalimit të 6 janarit të vitit 2021 kishte dhënë përshtypjen e gabuar se presidenti Trump kishte bërë thirrje të drejtë për aksion të dhunshëm ndaj Kapitolit dhe se dokumentari nuk do të transmetohej sërish. Çështja i kushtoi postin 2 drejtuesve të lartë në BBC, e megjithatë korporata theksoi se nuk do të paguante ndonjë kompensim financiar. Presidenti amerikan pohoi se nuk e kishte ngritur çështjen me kryeministrin Keir Starmer, por se ky i fundit i kishte kërkuar të bisedonin. Ndërkohë në një intervistë tjetër të regjistruar pak para komenteve të tij në Air Force One, por të transmetuar të shtunën, kreu i shtëpisë së bardhë tha se ka detyrimin të padis BBC-n, pasi nëse nuk e bën, diçka e tillë do t'u ndodhe edhe njerëzve të tjerë. Ai e cilësoi montazhin si skandaloz dhe më të keq se çështja e Kamalës, një referencë për një mosmarrveshje që pati me agjencinë e lajmeve CBS, mbi një intervistë në programin 60 minuta me kundërshtaren e tij në zgjedhjet e vitit 2024.